E nderuar ministre dashur Donika, shumë faleminderit që je këtu sot me ne. Zonja dhe zotrinj, të nderuar ambasador, të dashur miq, studiues, sot në 90 vjetorin e lindjes së Ismail Kadares, me respekt të thellë dhe dashurit posaçme, kujtojmë veprën e tij monumentale, sa dhe kontributin kolosal për forcimin e vetdijes kombëtare. Sot Ministria e Jashtme e Republikës Shqipërisë kujton se Kadare e ngriti Shqipen dhe Shqipërinë në lartësi të admirueshme. Mbushemi me krenari kur konstatojmë se Kadareja ynë i njohur ndërkombëtarisht në tërë botën, më së pari ushqeu shpirtërisht e lartësoi moralisht popullin e tij. Shqipëria dhe shqiptaria tek ai dhe vepra e tij gjetën formën më të lartë të vetvetes. Kadare u shndrua në pasaportën e Shqipërisë atëherë kur vetë Shqipëria ishte brenda kafazit të izolimit. E qëndroi në atë piedestal edhe kur qem të përbuzur, të harruar e të keqkuptuar. Ai luftoi për ne edhe kur ne luftonim kundër tij. Nderojmë luftëtarin e paepur të Shqipërisë europiane, atë që dëshmoi botës se në këto troje rron një popull europian, në mish e në thua, që sa herë ka qenë i lirë, ka zgjedhur Europën. Përkujtojmë, përmes një ekspozite thjesht me dokument nga arkiva e shtëpia, emrin e kolosit kulturor, humanist, patriotik, që për Shqipërinë dhe shqiptarët dha gjithçka dhe nuk mori asgjë. I përkthyer në shumë gjuhë, Kadare ka përceu izolimin halucinant, foli e shkruajti në emër të vendit të tij të mbyllur, po jo të dorëzuar, duke arritur të bëhet ambasadori shpirtëror i Shqipërisë në botë. Ndërsa vëzhgohej rreptësisht nga aparati i shtetit komunist, në teun mes adhurimit dhe survejimit, ja doli të kalonte çdo rrezik, fal vullnetit pashtershëm dhe forcës kolosale të gjeniut artist dhe vizionar. Parën ende perdja e hekurt, i ftuar nominalisht nga presidenti i Francës, François Mitterrand, për të marrë pjesë në festimet e 200 vjetorit të revolucionit francez, mes 35 krerëve të shteteve dhe figurave më të rëndësishme të botës, Kadare ishte aty mes një grushti të vogël shkrimtarësh me përmasa botërore. Në këtë akt të fortë simbolik, bota perëndimore zgjodhi shkrimtarin që i fliste botës për ndërgjegjen historike dhe vlerat e thella të popullit të tij, të mbyllur përkohësisht në një kafaz ideologjik. Letra e dërguar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George Bush, përmes mikut të tij, nobelistit Elie Wiesel, mbetet një nga aktet më domethënëse të kësaj diplomacie morale. Në një kohë kur në Shqipërinë komuniste një letër e tillë mund kushtonte edhe dënimin kapital, Kadare i drejtoi presidentit të shtetit më të fuqishëm demokratik të botës, duke kërkuar ndjes në emër të popullit shqiptar për armiqsinë e imponuar nga regjimi komunist. Diktatura nuk mundi më ta mbante të izoluar gjeniun. Kadare u bë fitoria e parë morale ndaj regjimit, rrëzimi i parë simbolik i murit diktatorial në Shqipëri. Ai ishte zëri që parapriu ndryshimin, fjala që e bëri të mundshme lirinë. Shkrimtari që u kishprir bashkomsave të tij drejt një bote përtej telave me gjëmba, që ishte thelluar në shpirtin e popullit të tij, e dinte qartë çfarë i përkiste të bënte. Autoriteti moral që i kishin dhënë bashkomsit dhe personaliteti i tij pa diskutueshëm ishte dhënë guxim të fliste hapur. 2 vjet më vonë nga Parisi, që u bë shtëpia e tij e dytë, ai do t'i shkruante sërish presidentit Bush. Ja si i drejtohej ai presidentit. Zoti president, 2 vjet më parë, më 1989, kur jo vetëm në vendin tim, por në të gjithë perandorinë e lindjes, diktatura komuniste ishte ende në këmbë me mikun tim, laureatin e çmimit Nobel të paqes, Elie Wiesel, ju kam dërguar një letër. Në atë kohë për një letër si ajo, në Shqipërinë komuniste dënoheshe me vdekje. Megjithatë, unë ndjeva për detyrë të drejtohem ju, presidentit të shtetit më të fuqishëm demokratik të botës, për të kërkuar ndjes në emër të popullit shqiptar për qëndrimin armiqësor që mbante qeveria shqiptare ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Urat e marrëdhënieve diplomatike
me SBA-t ishin rimëkëmbur dhe rindërtuar përpara mbritjes së të dërguarve me punë, të cilët rihapën ambasadën amerikane në një dhomë të Hotel Dajtit. Këtë e kishte bërë edhe Ismail Kadare. Dhe 2 vjet më vonë, pas vizitës historike në Shqipëri të sekretarit amerikan të shtetit, James Baker, ai i shkruante presidentit. Dhe ja, pa u mbushur 2 vjet, në marrëdhëniet amerikano-shqiptare ndodhi e pabesueshme. Kur sekretari i shtetit Baker u prit në mënyrë madhështore në Tiranë, isha i lumtur të vërtetoheshin fjalët që u kisha shkruar më 1989, që në atë kohë mund të tingëllonin si fantazi shkrimtari, se Shtetet e Bashkuara do të kenë te populli shqiptar një mik të zjarrt e të përhershëm. Nga ana e tyre, shqiptarët të zhgënjur nga ato lidhje të mbrapshta me të cilat i çoi rruga e izolimit, janë sot më të etur se kurrë për miqësi të vërtetë. Në rolin madhor të përfaqësuesit shpirtëror të kombit, Kadare krijoi raportin më kuptimplot e më prekës me Kosovën. Ishte i pari që shkroi për tragjedinë që po përgatitej kundër saj. Sot ende përlotemi nga vargjet e tij të 1981-shit. S'kish dëshmitar, TV të televizion nuk pati, zinxhiri i tankut kur ju griu, por ret e globit veç ju pan, ndërgjegje e botës te ju mbriu. 3 këngë zije për Kosovën, Krushit janë të ngrirë, balad për vdekjen e Jusuf Gërvallës, janë vepra që ndërthuren me referencat të pafundme të tjera në veprën e tij për Kosovën dhe për lirinë e saj. Shumë përpara vitit 1999, Kadare paralajmëroi botën e lirë se një krim i madh po përgatitej kundër Kosovës. Me një krim të tillë në ndërgjegje, bota e lirë s'mund të flërë e qetë. Ndonse nuk do doja ta mbyllja këtë letër me diçka të zymt, s'mund të ri pa ju thënë se shqiptarët e Kosovës i kanë bërë thirrje për ndihmë gjithë botës. Një masakër e përgjakshme po përgatitet kundër tyre. Kadare ishte me Kosovën në momentet e saj më vendimtare dhe më dramatike. Letra që i nis delegacionit shqiptar në Rambuje me tone dashurie, lutje e qortimi, është një ndër marrëdhëniet e tij në nivelet më të larta, edhe të letërsisë, por edhe të ndjeshmërisë kombëtare. Ju jeni aty për lirinë, pra për jetën e Kosovës dhe jo për vdekjen e saj. Janë të pafundme episodet e ndërhyrjeve vendimtare të Ismail Kadares për vendin dhe për kombin e tij. 45 gjuhë të cilat janë përkthyer veprat madhështore të Kadares, dhe çmimet që mori janë dhurata më e madhe nga një bir i saj i ka bërë Shqipërisë. Të nderuar të ftuar, të dashur miq, zonja dhe zotrinj, e dashur Donika, profesor Aliu, sot në 90 vjetorin e lindjes së Ismail Kadares, me respekt të thellë dhe dashuri të posaçme e kujtojmë Ismailin, dhe veprën e tij të madhe, por mbi të gjitha kujtojmë atë dashuri që ai e shfaqte pa asnjë rezervë dhe po dal pak përtej letrës, sepse e shfaqte kudo dhe pa asnjë rezervë dhe me një naturalitet që ta biste në të gjitha bisedat, në të gjitha vendet dhe kudo ku fjala e tij, por dhe qëndrimi i tij kishte peshë. Madje e shfaqte edhe në tryezën e bashkëbisedimit me miqtë e tij. Dhe besoj ne patëm fatin ta njihnim, ta jetonim si bashkohës dhe të vazhdojmë të mësojmë prej Kadares. Kontributi i tij nuk ishte vetëm letrar, por ishte thellësisht politik në kuptimin më të lartë të fjalës. Popull në vend të vet, me rrënjë të lashta europiane, me një gjuhë të madhe që ka prodhuar letërsi botërore. S'ka rrugë tjetër për Shqipërinë dhe shqiptarët veç Europës. Vendi i barabartë në familjen tonë natyrale europiane, prej na kanë shkëputur dhunshëm pushtimet dhe ideologjitë. I nderuar, i lexuar, i admiruar dhe i vlerësuar me shumë çmime ndërkombëtare, ndërto men Booker Prize International 2005, Princi Asturias për artet në 2009, çmimi Jeruzalem në 2015 e çmime të tjera. Për ne shqiptarët, Kadare do të mbetet gjithmonë fituesi i madh. I nderuar nga 2 president francez, me titujt më të lartë të Legjionit Nderit, komandant nga presidenti Holland në vitin 2016 dhe oficer i madh nga presidenti Macron në 1 janar 2020,
Sot kujtojmë shkrimtarin që me forcën sizmike të veprës tij tronditi ndërgjegjjen e një shoqërie të izoluar dhe diti t'i dalë për Zot kombit vet. Le ta kremtojmë sot Ismail Kadaren, viganin e kulturës botërore dhe vetdijes kombëtare, ambasadorin e përhershëm të Shqipërisë Europiane. Faleminderit.